Horoskopi ditor e shtunë 11 tetor 2025. Dashi. Kozmosi ju fton të shfrytëzoni fuqinë e vendimeve të guximshme. Me planetin tuaj sundues Marsin në një shtrirje energjike. Është koha ideale për të marrë me ato projekte të vonuara ose për të filluar atë bisedë që e keni shtyrë. Marrëdhëniet personale shkëlqejnë me energji të gjallë. Prandaj mos hezitoni të hapni zemrën tuaj. Mund të lindin diskutime financiare, duke ofruar njohuri unike për investimet. Kur bëhet fjalë për shëndetin, sigurohuni që të balanconi entuziazmin tuaj të zjarrt me momente reflektimi. Shumë energji djegëse mund të çojë në lodhje. Idetë inovative mund ta shtyjnë karrierën tuaj në drejtime të reja emocionuese. Besoni instinkteve tuaja dhe ndiqni atë që ndes pasionin tuaj. Zgjidhjet krijuese do të jenë arma juaj sekrete sot. Në dashuri, durimi është qelësi pasi partneri juaj mund të ketë nevojë për pak inkurajim shtesë. Mos harroni, aktet e vogla të mirësisë bëjnë një ndryshim të madh. Ndërsa mbrëmja afrohet, relaksohuni dhe rigjallërohuni me aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj. Përqafojeni ndryshimin me besim. Demi. Sot bota juaj do të lulëzojë rreth fitimeve financiare dhe pasurimit personal më 11 tetor 2025. Mund të shfaqen mundësi për të forcuar asetet tuaja. Por një shqyrtim i kujdesshëm është thelbësor. Me Venusin që udhëheq me delikatesë lidhje ndërpersonale. Harmonia rrjedh në marrëdhënie dhe ndjenja juaj e sigurisë lulëzon. Sot nuk është dita për të nxituar. Të menduari strategjik do të lërë në hije zgjedhjet impulsive. Ndërsa merreni me përgjegjësitë tuaja, lini hapësirë për kreativitet. Kjo mund të japë rezultate të habitshme. Në vendin e punës, natyra juaj e zellshme tërheq admirim, duke hapur potencialisht dyert për përparim. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat aktivitete të forta si meditimi ose yoga për të lehtësuar çdo tension. Mirëqenia emocionale është thelbësore. Prandaj lini kohë për vetanalizë dhe lidhje të vërtet me të dashurit. Balancimi i punës me relaksimin sjell përfitime të fuqishme. Këtë mbrëmje, relaksohuni në një mjedis rehatues dhe kënaquni me kënaqësitë shijshore. Të tilla si një vakt i shijshëm ose muzika juaj e preferuar. Përqafoni ngrohtësinë dhe stabilitetin e ditës. Binjakët. Dita e re ju përshëndet me mundësi dinamike për përparime në komunikim. Elokuenca dhe zgjuarësia juaj shkëlqejnë, duke tërhequr vëmendjen si në arenën personale, ashtu edhe në atë profesionale. Mërkuri përmirëson aftësitë tuaja negociuese, duke e bërë atë një ditë ideale për të finalizuar marrëveshje ose për të zgjidhur keqkuptime. Besojini intuitës suaj kur lundroni në biseda komplekse. Pasi depërtimi juaj impret do t'ju udhëheq. Në aspektin shoqëror, lidhjet e reja lulëzojnë. Një takim i papritur mund të nxjisë mundësi interesante. Mendimi inovativ në karrierë hap dyert, ndërsa puna në grup amplifikon suksesin, bashkëpunimi ushqen shkëndijat krijuese. Balanconi energjinë tuaj shpesh të shpërndar me planifikim të strukturuar për të arritur rezultate të prekshme. Në frontin e shëndetit, rutinat e larmishme të ushtrimeve mbajnë interesin tuaj të zgjuar, ndërsa mbështesin vitalitetin tuaj fizik. Emocionalisht, një qëndrim pozitiv forcon qëndrueshmërinë, duke ju ndihmuar të përballoni çdo sfidë me hir. Ndërsa mbrëmja zbret, relaksohuni me aktivitete stimuluese si leximi ose angazhimi në një diskutim që nxit mendimin. Përqafoni lidhjet e gjalla që sjell sot. Gaforria. 11 tetor 2025. Është një ditë për vetanalizë dhe kultivim të qëllimeve personale. Ndërsa hëna, planeti juaj sundues, nxjerr në pa njohuritë emocionale. Reflektoni se si mund ta përmirësoni mirëqenien personale. Kujdesi për veten ka përparësi, duke nxitur qëndrueshmërinë mes provave të jetës. Planet e karrierës mund të duken paksa të paparashikueshme, por kjo është e përkohshme. Qëndroni të përqendruar në aspiratat afagjata. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm dhe shpenzimet e matura ju shërbejnë mirë. Çështjet familjare kërkojnë qasjen tuaj të ndjeshme. Natyra juaj intuitive ndihmon në kapërcimin e çdo keqkuptimi. Në marrëdhënie, empatia dhe mirësia nxisin mirëkuptimin e ndërsjell, duke forcuar lidhjet. Në kufirin e shëndetit, jepini përparësi ushqyerjes së ekuilibruar dhe pushimit të mjaftueshëm. Vitaliteti juaj i brendshëm varet prej saj. Daljet krijuese ofrojnë si ngushëllim ashtu edhe frymëzim. Prandaj angazhohuni në aktivitete që sjellin gëzim. Ndërsa dita shndërrohet në natë, relaksimi në shenjtëroren tuaj të rehatisë dhe sigurisë rezulton rinovues. Angazhohuni në rituale qetësuese që përputhen me thelbin tuaj ushqyes.
Besojini fuqisë transformuese të vetanalizës dhe lidhjes sot. Luani. Më 11 tetor 2025. Vëmendja është e juaja për ta komanduar. Besnik ndaj natyrës suaj, mundësitë për leadership janë të shumta dhe vizioni juaj frymëzon ata përreth jush. Dielli, udhërfyesi juaj qiellor, rrit karizmën dhe aftësinë e bindjes, duke ju bërë qendrën e vëmendjes. Jini të hapur për bashkëpunim aty ku entuziazmi i përbashkët sjell sukses. Financiarisht, investimet mbajnë premtime, por kërkojnë aftësi dalluese. Përshtatni shpenzimet me qëllime të afatgjata. Në marrëdhënie, ngrohtësia dhe bujaria juaj forcojnë lidhjet, ndërsa shfaqja e cenueshmërisë thellon intimitetin. Profesionalisht, besoni instinkteve tuaja dhe merrni iniciativa. Guximi juaj vendos një precedent për të tjerët. Në frontin e shëndetit, aktiviteti fizik rigjallëron. Prandaj përqafoni stërvitje që i përshtaten niveleve tuaja të energjisë. Emocionalisht, shfrytëzoni pozitivitetin për të kapërcyer sfidat, duke transformuar trazirat e mundshme në rritje. Këtë mbrëmje, shijoni aktivitete që pasqyrojnë entuziazmin tuaj për jetën, të tilla si projekte krijuese ose mbledhje festive. Përqafoni frymën festive të ditës dhe besoni leadershipit tuaj verbues. Virgjëresha. 11 tetor 2025 do të thëras në fokus aftësitë tuaja analitike, ndërsa detyrat praktike dalin në pa. Metodike dhe orientuar drejt detajeve. Qasja juaj ndaj sfidave sot do të jap fryte, veçanërisht në mjediset profesionale. Ndikimi i Mërkurit, i shtuar nga energjitë stabilizuese toksore, i vëtheksin produktivitetit dhe organizimit. Financiarisht, lind qartësia, duke ndihmuar në vendimarrjen e mençur në lidhje me kursimet ose investimet. Konsideroni shqetësimet që lidhen me shëndetin me po aq energji, duke i dhënë përparësi kujdesit parandalues dhe rutinave të mirëqenies. Cilësitë tuaja edukuese shkëlqejnë në marrëdhëniet personale, duke nxitur besimin dhe duke forcuar lidhjet me të dashurit. Mos harroni të komunikoni hapur, duke balancuar ndihmën me kërkimin e ndihmës kur është e nevojshme. Orët e mbrëmjes favorizojnë aktivitete të qeta. Zhytuni në një libër ose angazhohuni në hobi që mbështesin shpirtin tuaj. Pranoni vlerën e veprimeve të matura dhe progresit të qëndrueshëm, duke vlerësuar bukurinë në gëzimet e thjeshta. Sot ju kujton se durimi dhe saktësia hapin rrugën drejt aspiratave tuaja. Peshorja. 11 tetor 2025. Premton ndjesi harmonike ndërsa Venusi hedh një ndikim dashamirës, duke theksuar sharmin dhe hirin tuaj natyror. Edhe pse ekuilibri dhe bukuria janë të arritshme, mbani fokusin në qëllimet personale. Merrni në konsiderat atë që ka nevojë për rikalibrim për të rivendosur ekuilibrin në jetë dhe marrëdhënie. Mundësitë për rritje shfaqen në rrugën tuaj të karrierës, ndoshta përmes rrjedhëzimit ose përpjekjeve bashkëpunuese. Financiarisht, durimi dhe takti shërbejnë mirë. Shmangni vendimet e nxituara që mund të prishin stabilitetin. Marrëdhëniet ndërpersonale lulëzojnë në diplomacinë tuaj. Megjithatë ekziston një thirrje për autenticitet. Për një kuptim të thelluar, hapni zemrën tuaj për dialog të sinqert. Çështjet shëndetësore mund të kërkojnë vëmendje të kujdesshme. Jepni përparësi mirëqenies përmes vetëdijes ose aktivitetit të butë fizik. Angazhohuni në arte për një rrjedhshmëri krijuese që karakterizon thelbin tuaj. Në mbrëmje, relaksohuni në atmosfera që pasqyrojnë bukurinë dhe qetësinë, duke qetësuar shisat tuaja. Pranoni sinkronizimin midis paqes së brendshme dhe harmonisë së jashtme, duke përqafuar estetikën e rafinuar të ditës. Akrepi. Më 11 tetor 2025. Energjitë transformuese ju shtyn drejt një vetanalize të thellë. Intensiteti i Marsit në rreshtim, i shoqëruar me ndikimin e Plutonit, amplifikon dëshirën tuaj për ndryshime të thella, si brenda ashtu edhe në mjedisin tuaj të jashtëm. Sot, zhytuni në projekte personale që ndezin pasionin dhe autenticitetin. Profesionalisht, vendosmëria dhe planifikimi strategjik sjellin përparim, ndërsa vendimet financiare përfitojnë nga vlerësimi i kujdesshëm. Marrëdhëniet kërkojnë besim dhe transparencë. Lidhjet personale thellohen kur zbuloni veten tuaj të vërtetë. Qenueshmëria forcon lidhjet, duke hapur rrugën për rritje dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Nga ana shëndetësore, kanalizoni intensitetin përmes aktiviteteve fizike ose trajtimeve që i shërbejnë si trupit ashtu edhe shpirtit, duke siguruar ekuilibër dhe vitalitet. Emocionalisht, lejoni veten të lironi presionet ekzistuese. Transformimi bën thirrje për të hequr dorë nga ajo që nuk ju shërben më. Këtë mbrëmje, kërkoni vetmin për të rimbushur dhe për të reflektuar.
Besoni në fuqinë e transformimit dhe zbuloni pikat e forta të fshehura ndërsa lundroni në këtë ditë. Shigjetari. Më 11 tetor 2025, shpirti juaj aventuresk kërkon horizonte të reja. Me Jupiterin, planetin tuaj sundues që thekson kuriozitetin dhe zgjerimin, jeni gati të eksploroni ide dhe mundësi të freskëta. Qofshin plane udhëtimi apo sipërmarrje të panjohura, përqafoni potencialin e përvojave të reja. Profesionalisht, optimizmi dhe entuziazmi forcojnë aftësinë tuaj për të frymëzuar ekipet, duke çuar iniciativat përpara. Stabiliteti financiar kërkon një sy të mprehtë mbi blerjet impulsive. Përqendrohuni në përputhjen e shpenzimeve me aspirata. Marrëdhëniet lulëzojnë në ndershmërinë dhe humorin tuaj. Megjithse qëndrimi i hapur ndaj perspektivave të tjerëve do të përmirësojë dialogët kuptimplot. Sa i përket shëndetit, mbani një stil jetese aktiv që ngop natyrën tuaj energjike. Ndoshta prezantoni një aktivitet në natyrë që freskon gjendjet tuaja fizike dhe mendore. Këtë mbrëmje, qetësoni shpirtin tuaj të shqetësuar duke u zhytur në ndjekje kulturore ose diskutime filozofike që ushqejnë mendjen tuaj kurioztare. Përqafoni përzierjen e eksplorimit dhe reflektimit sot, duke besuar në potencialin tuaj të pakufishëm për të krijuar shtigje përmbushëse. Britsjapi. 11 tetor 2025. Kultivon perspektiva për rritje strukturore si në sferën tuaj personale, ashtu edhe në atë profesionale. Saturni, sundimtari juaj pa lëkundur, harmonizon harmonin me ambicjen, duke ju nxitur drejt planifikimit strategjik dhe përpjekjeve të përkushtuara. Përparimet në karrierë janë të arritshme, këmbëngulja dhe disiplina juaj hedhin themelet për suksesin e ardhshëm. Mundësitë financiare shpalosen, por vendimarrja e kujdesshme siguron përparim të qëndrueshëm. Në marrëdhëniet personale, ofroni fleksibilitet. Mirëkuptimi dhe kompromisi do të forcojnë themelet tuaja. Ushqeni lidhje duke shprehur mirënjohje dhe duke krijuar lidhje të vërteta. Çështjet shëndetësore kërkojnë një rutinë të qëndrueshme. Balancimi i punës me relaksimin nxit mirëqenien e përgjithshme. Integroni aktivitete të tilla si tai chi ose ecja në natyrë për të harmonizuar trupin dhe shpirtin. Ndërsa dita kalon në mbrëmje, shijoni momentet e arritjes dhe relaksohuni me aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj. Përqafoni një ndjenjë stabiliteti dhe përmbushjeje, duke njohur vlerën e durimit dhe këmbënguljes ndërsa ndërtoni drejt aspiratave tuaja sot. Ujori. 11 tetor 2025, ndesh shkëndijën tuaj vizionare, duke ju inkurajuar të udhëheqni me inovacion dhe kreativitet. Urani ndikon në qasje alternative ndaj sfidave të rënjosura, duke ju drejtuar drejt përparimeve si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Në karrierën tuaj, strategjit jo konvencionale nxisin progresin, duke tërhequr vëmendjen ndaj talenteve tuaja unike. Financiarisht qëndroni vigjilent, duke përqafuar ide të freskëta ndërsa i ankoroni ato në praktikë. Lidhjet ndërpersonale lulëzojnë në energjinë tuaj mikpritëse. Shijoni ndërveprimet shoqërore që nxisin njohuri të reja. Në marrëdhëniet personale, një lidhje e thellë mund të shpaloset përmes ndjekjeve të përbashkëta intelektuale ose bisedave të frymëzuara. Nga ana shëndetësore, ekuilibroni mendjen tuaj aktive me rutina ushtrimesh që ofrojnë si lartësi ashtu edhe relaksim, siç është ciklizmi ose noti. Këtë mbrëmje, relaksohuni duke eksploruar teknologji të reja ose rrugë krijuese që zgjerojnë horizontet tuaja. Përqafoni ndryshimin dhe risin sot, duke thurur së bashku fije originaliteti dhe largpamësie në përvoja transformuese. Besoni në aftësinë tuaj për të inovuar dhe udhëhequr. Peshqit. 11 tetor 2025. E kthem vëmendjen tuaj te thellësia emocionale dhe shprehja krijuese. Neptuni, udhërfyesi juaj qiellor, ndikon në intuitën tuaj, duke nxjerrë në pa vizione dhe aspirata unike. Përqafoni përpjekjet artistike sot, pasi ato ofrojnë një mundësi për botën tuaj të brendshme. Sa i përket karrierës, lejoni që imagjinata të udhëheqë projektet. Konceptet inovative mund ta ngrenë lart punën tuaj. Çështjet financiare përfitojnë nga një shqyrtim i kujdesshëm. Meditoni mbi qëllimet e ardhshme përpara se të merrni angazhime. Në marrëdhëniet personale, empatia juaj krijon një atmosferë mirëkuptimi dhe ngushëllimi. Dialogët e hapur ushqejnë lidhjet emocionale. Sa i përket shëndetit, kujdesuni për nevojat tuaja shpirtërore me praktika të vetëdijes që mbështesin paqen mendore dhe shtrirjen e trupit. Në mbrëmje, kënaquni me argëtime rigjallëruese që ju largojnë nga e zakonshmja, siç është muzika ose letërsia. Njihni fuqinë shëruese dhe transformuese të krijimtarisë, duke i lejuar vetes të ndërroni lirisht. Besoni në magjinë e udhëtimeve introspektive,
duke ushqyer thelbin tuaj shpirtëror mes dhuratave qiellore të sotme. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.